Me fillimin e rreshjeve të Borës, operatori ekonomik i angazhuar nga komuna e Gostivarit bashkë me ndërmarrjet komunale janë në terren dhe në mënyrë permanente po pastrojnë rrugën nga Bora. Përrjedhojnë të gjitha rrugët si në qytet, ashtu edhe nëpër fshatra janë të kalueshme, përfshirë këtu edhe fshatrat më të thellë malor. Kështu deklaroi kryetari i komunës së Gostivarit, Valmon Limani, i cili siguron qytetarët se ekipet e pastrimit do të mbeten në detyrë për aq kohë sa ka nevojë, ndërsa rrugët e qytetit bashkë me fshatrat do të jenë të kalueshme. Operatori ekonomik i cili është i angazhuar për pastrimin e Borës ka filluar që në orët e hershme të mëngjesit, posaçërisht në fshatrat e Malësisë, por gjithsesi do të vazhdojnë edhe në pjesët e qytetit. Situata për momentin menaxhohet në mënyrë të mirë dhe besoj që nuk do të kemi probleme rreth kësaj. Ndryshe, komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet në kushte dimrore, ndaj autoritetet rekomandojnë shpejtësi të adaptuar të lëvizjes, respektimin e sinjalistikës rrugore dhe drejtim të kujdesshëm të automjeteve. Ndryshe, sinoptikët paralajmërojnë se nga dita e nesërme, vala e të ftohtit do dobësohet dhe do të jetë në fazë të tërheqjes, megjithatë moti do të jetë i ftohtë dhe i ndryshueshëm.